edhe krishterimi, edhe hebraizmis, edhe hebraizmis, si tri fe që njihen dhe që quhen gabimisht fe abrahamike, nuk janë abrahamike, po janë atë kuptimin fe qiellore. Tani vetëm një korrigjim, hebraizmi është fe apo është gjuhë? Hebraizmi është fe apo është kom? Ne mund të flasmi për judaizmin, për qifot, jahudi, kush janë dhe çka janë. Koran janë ndryshë për asoj si i perceptojmë sot, po kur flasmi për hebrej, ne nënkuptojmë gjuhën hebreje. Gjuha hebreje në gjuhën arabisht falzo është ibrije. Tani ke vetëm ja fut kot se ju mendoni se kjo është i thirrur për t'ju dhënë juve informacione, edhe pse të gjitha informacionet e këtij janë gabim. Pra, hebraizmi nuk është judaizm, hebraizmi është gjuhë, edhe ka qenë gjuhë e vdekur, pastaj u aktualizu me ndërtimin e shtetit të Izraelit në vitin 1948.